Miq të Piskut, ju përshëndes. Jemi me profesor Angel Lukën dhe sot këtë takim me profesorin e kam kërkuar unë për shkakun tuaj, që jeni disa njerëz që komentoni dhe kërkoni me ngul të madh, edhe pse ne takohemi me Angelin, bëjmë ato tema që kanë lidhje me aktualitetin dhe shumë gjëra tjera që ju i ndiqni gjithmonë në kanalin Pisk. Është tigri i maleve, ku her pas here edhe në videot ku nuk shfaqet Angeli, kërkon me do e mos Angel Luka të dali sa më shpesh në podcastin tënd. Të lutem Altin, është shumë i besueshëm dhe duhet të udhëheqë dhe të drejtojë për të vend. Ka fakte dhe prova që të bindin, vetëm ai mund të shpartallojë bandat. Më duket i paanshëm. Nëse do kishte zgjedhje tani, unë e votoj me gjithë familjen. Angel Luka flet me ligje dhe mene. Kjo është një nga shumë komente që i përngjasojnë. Unë nga ana ime falenderoj dhe do ishte e mirë që ta njihja edhe kështu më konkretisht zotrin. Gjithsesi unë e di që janë të shumtë ata që bëjnë komente dashamirëse ndaj meje. Natyrisht unë nuk dua kurrësi të zhgënjej njerëzit me gënjeshtra të sotme që mund nesër të dalin krejt ndryshe dhe njeriu merr fytyrën e palachos. E kupton? Siç ka marrë përgjithsisht çdo këto vite të tjera. Që premtojnë asgjë nuk japin nga ato. Dhe parimi im mbetet i patundur që unë dua që t'ju jap njerëzve nga pak hidhërim të vërtetësisë sime, që ata më vonë të kenë mundësi të shijojnë mjaltin e veprimit të tyre, duke mësuar të vërtetën. Ky është qëllimi. Dhe sa për atë që Angel na prije, Angel na mëso, unë ta kam shprehur dhe vetë, ndoshta dikujt mund t'i jetë dukur pak, mund t'i jetë dukur që unë jam pak mburavece, i egzageruar, po unë u siguroj që le të dalin sot një burr i vetëm, që ka eksperiencën time, që di ato që kam unë, që di unë, që ka bredhur ato vende që kam bredhur unë, që është takuar me njerëz që kam takuar unë. Vende turistike, për plazhe, për gjëra. Edhe turistike, po të tjera, dhe që ka një bagazh të njohjes së anës më të errët të shtetit, domethënë të shërbimeve të inteligjencës, pa qenë unë pjesë e tyre. Se ndryshe ti jesh atje dhe të dish diçka, duhet dish ndryshimin. Ata që janë atje, ndoshta din ca gjëra më tepër se unë. Ndoshta din praktikat e punës që i kanë mësuar në bazë të një sistemi të caktuar. Unë jam i vetë mësuar. Prandaj ata nuk e kuptojnë dot mënyrën time të punës. Dhe nga ana tjetër, unë nuk jam i angazhuar, nuk kam asnjë detyrim ndaj tyre. Të asnjë lloj. Që është gjëja kryesore. Kjo është pengmarrje që janë kapur. Po pra, ata janë të pengmarr, unë jam i lirë. Ndërkohë, unë s'kam asgjë, jam njeriu që dhunohem pikërisht për shkak të kësaj. Sepse ata nuk duan të pranojnë që të ketë njeri që nuk e kontrollojnë dot. Tani, të paktën në dijenin time deri më sot, qofsha e gabuar, pjesa më e madhe atyre që drejtojnë, apo që bëjnë sikur drejtojnë, apo që bëjnë sikur hidhen në sulm, kanë gjithmonë nga mbrapa një njeri që i mban për grepi. Dhe kjo do ishte ndryshimi që unë kam me të tjerët. Mos më mban askush për grepi. Askush nuk ma detyron dot as fjalën, as veprimin, as gjepegje. Ose nga ana tjetër do të them edhe një gjë që ndoshta për sa do të duket qesharake. Unë në një farë mënyre nuk kam familje. Familje kam plot unë. Po njerëz që rrinë me mua s'ka. Njerëz që më kërkojnë mua gjë s'ka. Të tarë më rinë larg. Në rast se nesër unë do të marr pushtetin, asnjë nga njerëz dhe mi nuk ka guximin, qoftë edhe moral, të vitë më thotë mua, Angel, po ma gjej punë për çunin, për shembull, po themi kot, siç bën rondom. Për shkak se ti s'ke marrë gjë nga ata. Unë as kam marrë, as ju kam dhënë ata, domethënë unë s'kam asgjë. Po e kuptoj pra. Pra ata nuk do kenë guximin që të vinë të kërkojnë gjë për shkak se ti s'ke marrë atyre. Unë nuk e kam marrë dhe sot pjesa më e madhe e tyre janë larg meje. Në një farë mënyrë më kanë trajtuar. Kanë trajtuar veten. E kupton? Pse?
sepse njerëzit në përgjithësi janë shumë të dobët para shtetit. Prap kjo deri diku ty të, më thonjë, në mënyrë indirekte të kanë ndihmuar se në këtë formë ti ke vepruar më mirë kundër këtyre. Tjetër, po ti kishe hapur do kishe edhe ato dëmtuar. Po, ndoshta nuk do dëmtonin ty, por do të dëmtoshin ata indirekte nga ata. Në një mënyrë apo në një tjetër, qenia bashk do na dëmton të dyja palët. Por qenia më vete më dëmton mua në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse unë, siç e dini, dhe ti sapo më thej që Angel po hajde atje te podcasti të flasim se kemi kushte më të mira. Ne kemi kohë që kemi. Atëherë ata që kërkojnë, unë ja u kam thënë disa herë, po ja them edhe një herë. Unë jam në kushte financiare zero. Domethënë udhtimi që bëj unë nga shtëpia ime te shtëpia jote apo te studioja jote është raskapitës për mua, plus është humbje kohe jashtëzakonshme. Do të kalojmë 5-6 orë që unë të vite ty, të bëj emisionin e të kthehem prapë në shtëpi. Ndërkohë që jo, është investim, është kohë e gjithë. Jo vetëm që është kohë, po duhet dish një gjë që gjatë gjithë kësaj kohe që unë pres nga çdo lloj dosje që të më kthehen parat, ata ç'a bëjnë? Unë e dosje, ata i dosje, kot më kot, letra kot, pa asnjë jetim, pa asnjë veprim, pa gjë. E kanë qëllim vetvete ata. Që ata duan me çdo kusht që të mos kthejnë parat, sepse nga sekonda që do kthejnë parat, nuk do mjaftohen me kaq. X i Y do shkojnë në burg. Dhe në këtë kuadër, le ta themi kështu, unë po ju them edhe një herë këtyre njerëzve, më ndihmoni që të marr gjën time dhe t'ju heq atyre, domethënë pushtetarëve, mundësinë që t'ju dhunojnë juve. Tashi, me që më përmende këtë, do të them edhe një gjë tjetër. Në përbot njihet që Italia ka 4 nga organizatat mafioze më të rrezikshme në botë. Është mafia siciliane apo Cosa Nostra, është Sacra Corona Unita, është Camorra dhe është Ndrangheta. Vitet e fundit Ndrangheta ka pasur një hovë të madh në veprimtarinë e saj, edhe shumat e parave që ka lëvizur dhe që ka përfituar nga shteti, si këto tenderat që bëhen këtu, janë marramense. Domethënë, në vitin 2008-2009, shumat e përfituara nga organizatat mafioze në Itali ishin rreth 90 miliard euro, 90 miliard euro në vit, ndërkohë që 4-5 vjet më vonë, për shkak të mosveprimit dhe të veprimit të mbrapsht të shtetit, po e themi të shtetit tërësi, në mënyrë të veçantë të shërbimeve të inteligjencës, organizatat mafioze kaluan nga 90 miliard në 145 miliard fitime në vit, neto. Fitime neto. Atëherë. Të paktën kështu e di unë. Të katra këto në total? Të katra këto në total apo? Po këto në të katra. Pastaj unë besoj që Ndrangheta e vetme mund të ketë marrë mbi 50%, të tjerat kanë marrë pjesën tjetër. Është qartë. Se Ndrangheta ka profituar Se Ndrangheta. Se po jepsha unë përgjigjen kot. Sigur marr vesh. Ai sa ka dëgjuar, sa kuptoj. Atëherë, në radhë të parë, një herë nëpër mediat e gjithë botës, sidomos në mediat italiane, ka lajme shumë bukura për Shqipërinë. Jo, prit. Pretendohet se shteti italian është nga më të specializuarit në luftën kundër organizatave mafioze. Ata kanë struktura, bile këta shqiptarët këtu kur vjen ndonjëri nga ata prokurorët andej, erdhi filani. Nga shtetin kom. Nga shtetin kom komplet. Jo, shteti shqiptar ngrihet në kem për një copë policë fundore. Qartë. Vjen një policë fundor, po ta them me gjëra që i kam asistuar vetë. Dhe ashtu siç të kam thënë, është një policë që ka qenë një drejtor i një departamentin në Questurën e Romës, që ka këtu, ka 20 vjet ai, zlis vendit. Ka gjetur Ogradin këtu, pasha. Pretendon ai se jep eksperiencën e tij të mrekullueshme në luftë kundër organizatave mafioze. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që organizatat mafioze edhe në Itali edhe në Shqipëri vetëm forcohen, vetëm shumohen. Ai ku ka ardhur i forcuar ato. Po,
Jo, pikërisht ai pra të ka. Po e them sikur ka. Ai ka instruktuar policët shqiptarë se si të justifikohen për të mos bërë punën. Jo për ta bërë, po si të gjenë mënyra për të mos e bërë. E kupton? Dhe kjo situatë ngjan njësoj si luftës kundër terrorit. Në vitet domethënë ISIS, një nga organizatat më të tmerrshme, praktikisht më të tmerrshme që ka njohur njerëzimi i viteve të fundit, me përjashtim të IDF-s, e kupton? ISIS i krijuar diku te vitet 2004-2005, 10 vjet më vonë, në vitet 2014 mori një ovë të jashtëzakonshëm, saqë kishte arritur të pushtonte një territor midis Sirisë, Irakut dhe Afganistanit, që një territor që krahasohet me Anglinë e sotme. Kaq territor kishin pushtuar atë. Deri në vitin 2014-2015. Dhe gjatë gjithë kohës amerikanët dhe partnerët e tjerë, francezët, anglezët e tjera, pretendonin se po bënin namin duke luftuar terrorizmin. Ata vetëm shtoheshin. Ata vetëm vazhdonin pushtonin akoma më shumë. Kishin para të madhe në dorë, mjete, domethënë automjete, të reja akull. Kupton? Me mitroloz të montuar sipër gjithçka. Ditën që në këto zona u futën forcat revolucionare të Iranit, garda revolucionare, Hezbollahu, libanes dhe sidomos rusët me armatimet e rënda, sidomos me aviacionin, për 2 vjet ISIS mbaroi që ekzistuar. Pse kështu? E thjesht fare. Sepse këta bën luftë, ndërsa ata vetëm i ndihmonin. Ata bënin sikur bënin luftë. Dhe sot del Trump e thotë e mposhtëm ISIS. Jo, s'mposhtë jeti. Ti u idhërove pse u mposht ISIS. Tani, le të kalojmë në pjesën e mafjas. Ndrangheta, si të kthehemi ke Irani prapë, po. Ndrangheta është një organizatë tipike mafioze me shtrirje sot gati në gjithë botën, sidomos në Perëndim, e forcuar, më dëgjoj mirë, në mënyrë të veçantë nga kontaktet e policisë franceze dhe të karabinjerisë italiane. Unë personat që kanë ndikuar në këtë kthes të madhe, apo domethënë në këtë hovë që mori Ndrangheta, mund t'ja u thosha edhe me emra. Se kush ka qenë personat të cilët policia franceze dhe karabinjeria italiane, ROS, reparti per le operazioni speciali, kështu quhet, ROS, në repartet për operacionet speciale, që kanë qenë dhe këtu për trajnimin e këtyre tanëve, kanë qenë personat që kanë ndikuar drejt për drejt në rritjen e Ndranghetas. Sepse ata donin natyrisht të krijonin një sistem të avancuar për të shtenë në dorë personat veçantë dhe për t'i futur në organizatat mafioze, me qëllim që t'i benin pjesë dhe t'i keq përdorin, se kështu i bie tamam, dhe kjo ju dha dorë organizatave mafioze që të shantazhonin shtetin dhe të përfitonin maksimalisht prej tyre.